adekuat, Të unë nga ndalemi kam të ky shpërnda. ligj. Po. Ju e propozu, po njerë të ndalemi të kjo, sepse zoti Shasivari nga këtu tha që shqiptarët nuk duhet të friksohen kompetencës profesionale. Sepse kompetenca Kush po i friksohet? Unë i friksohem para gjykimit. Jo gares profesionale. Unë thash, zoti Shasivari le të kthehet në gjenes, le t'ja bëj pyetjen vetës. Unë e spjegova. Jo, dakor. Pse u desh një drejt për përfaqësinë të drejtë dhe adekuat? Pse këtë të drejtë e implementojnë shtetet të cilët janë multietnike? Apo? Se shtetet monoetnike nuk kanë nevojë, dhe që kanë demokraci të zhvilluar, nuk kanë nevojë që të implementojnë të gjëra, apo? Po megjithatë, ai duhet ta di shumë mirë, me që po merret me atë punë, se pse u fut në kushtetut kjo drejt. U fut për shkak se kishte diskriminim në bazë etnike. Dhe duhet ligj në mënyrë që të ndërpritet diskriminimi në bazë etnike. Zoti Shasivari duhet t'i japë përgjigje pyetjes. Pse në Tetov ku jeton ai, shumica e gjykatësve janë Maqedon, nga 20 nduket 15 Maqedon, 5 shqiptar. Pse shumica e prokurorëve këto përgjigje le t'i japë ai e pastaj të më tregoj a duhet kemi frikë, as duhet kemi frikë ne nga konkurenca profesionale. Pse nga 20 a 15 prokuror, vetëm 1/3 janë shqiptar në një institucion që si autoritet territorial përfshin 90% shqiptar janë aty. Apo? E në qoftë se njësoj do ta kishim situatën ne, po them në Shqip, ku atje do ishin shumicë shqiptarët, okej, ka një balancë. Kështu që pse be i vërbon pushteti këto njerëz? Pse be kaq lehtë? Këtu duhet të jetë reflektimi. Pse be kaq lehtë ambientohen, ku di unë, në sallonet e pushtetit edhe në joshit që i bën pushteti. Unë këto njerëz i njoh se jam ullë të rrezë dhe i kam ftuar të angazhohen politikisht dhe më kanë thënë që unë nuk angazhohem se unë jam vetëm për federalizëm. E pastaj një ditë i sheh me qëndrime dhe me gjuhë që unë e kuptoj pse e thot këtë Nikolovski, Mickovski, nuk e di kush tjetër për tyre, e Gordana. Mbrojnë të vete. Dun kanë vizion afatgjat se ku duhen të arrinë. Të ndërtojnë shtetin, e thash, sjellja e tyre është në shtet monoetnik në një realitet binacional, pa e po i themi. Ka qenë parulla fushate ti kthehet maqedonase. Po pra, ai nuk e fsheh. Po publikisht. A e dini sa keq është kur del një ekspert, unë e respektoj, po nga ana tjetër. Dgjoj, sistemet politike nuk janë juridik. Sistemet politike i ndërtojnë politika. Sistemi juridik i përshtatës sistemit politik. Problemi i mos përfshirjes së shqiptarëve dhe mbyllja e dyrëve të shqiptarëve në institucione ka qenë problem politik dhe diskriminues dhe racial, mund t'i thush. Për të kaluar